Hej miq, përshëndetje, si ju kam? Receta për sot është oriz i ftohtë me shije fantastike dhe është ideale për ditët e nxehta të nxehtit afrikan. Në 2 litra ujë me krip kam zier 2 gota oriz për gati 10 minuta, e kam kulluar dhe e kam shplar në ujë të ftohtë, i kam hedhur ullin të prerë në copa, misra të zier, perime të marinuara, tono, domate të pjekura, vaj ulliri, përzien. Në fund i kam shtuar për më shumë shije edhe vezë të ziera. Ky oriz i ftohtë është ideal për të konsumuar në plazh ose edhe në piknik dhe nuk të merr fare kohë në përgatitje. Unë e kam shoqëruar edhe me majonez dhe ju siguroj që shija është e mrekullueshme. Nëse përgatisni ju doftë shpërndajeni tek miqtë tuaj nëse ju ka pëlqyer dhe mbas ditës sa më të bukur miq. Ciao!